Pas Ashuras filloi një etapë tjetër e përpjekjes, e sakrificës, dhe kjo ishte përpjekja e fjalës, përpjekja e sqarimit të së vërtetës. Kjo etapë u udhëhoj nga Imam Zejnul Abidin dhe nga zonja e madhe Zejnep, paqja qoftë mbi ta, në pallatin e Ibn Ziyadit dhe më vonë në Sham, Damask. Zonja Zejnep mbrojti mesazhin e Karbelas me guxim të jashtëzakonshëm. Ajo tregoi se gruaja besimtare mund të jetë mbrojtëse e së vërtetës dhe edukatore e brezave. I nënti mesazhi i shpresës dhe fitores. Në pamje të parë, Ashuraja dukej si një humbje ushtarake, por historia dëshmoi të kundërtën. Ku është sot Jezidi? Dhe ku është sot emri Imam Husejnit, paqja qoftë mbi ta? Kurani thot, mos u ligështoni edhe mos u piklloni, sepse ju do të jeni më të lartët nëse jeni besimtarë. Dhe sot shikojmë pra që Imam Husejni, së bashku me dëshmorët besnik të Kerbelas, ata janë të lartë, të paharruar, ndriçues, frymëzues për çdo njeri. Fitoria e vërtet nuk matet në ditën e betejës, por matet me ndikimin që mbetet pas saj. Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, humbi betejën ushtarake, por fitoi zemrat e njerëzve përgjithmonë. Ai vazhdon të kujtohet dhe do të kujtohet deri në fund të kësaj jete. Mesazhi më i thellë i Ashuras është lidhja me Allahun. Natën e Ashuras, Imam Husejni, paqja qoftë mbi të, kërkoi një natë shtesë për adhurim, për lutje dhe për lexim të Kuranit. Edhe në momentet më të vështira të betejës, ai nuk e harroi namazin. Kjo na mëson se burimi i forcës së tij nuk ishte ushtria, por lidhja me Allahun. Dhe të tillë duhet jemi dhe ne. Gjithmonë të jemi të lidhur me Allahun. Pa anë shpirtërore, sakrifica nuk mund të vazhdojë. Të dashur vëllezër dhe motra, Ashuraja nuk është vetëm një ngjarje për të kujtuar një herë në vit, por një shkollë për të jetuar çdo ditë. Ashuraja na mëson të mbrojmë të vërtetën, të kundërshtojmë padrejtësinë, të sakrifikojmë për fenë, të ruajmë dinjitetin, të jemi të durueshëm, të qëndrojmë besnik, të mos heshtim para së keqes, të mbrojmë mesazhin e Islamit, të kemi shpresë në fitoren e së vërtetës dhe mbi të gjitha të lidhemi fort me Allahun fuqiplot. Prandaj Ashuraja nuk i përket vetëm vitit 61 të Hijrit, ajo i përket çdo kohe dhe çdo brezi. Siç transmetohet nga Imam Sadiku, paqja qoftë mbi të, i cili ka thënë, çdo ditë është Ashura dhe çdo tokë është Kerbala. Kjo do të thotë se në çdo kohë njeriu duhet të zgjedhë mes rrugës e Imam Husejnit alayhis salam dhe rrugës së Jezidit.